Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hodhi pak uthull në lavatriçe dhe kur mbaroi larja e rrobave, ngeli pa fjalë nga rezultati. Shpesh mund të bëjmë shumë gabime duke zgjedhur detergjentin e duhur për rrobat, por lajmi i mirë është se ju duhet vetëm një përbërës në çdo larje, vetëm për të ruajtur gjithashtu edhe freskinë e tyre. Është interesante se e gjitha çfarë duhet të bëni është të thithni pak uthull të bardhë në makinën larëse, aty ku hidhni detergjentin dhe rrobat tuaja do të shkëlqejnë si asnjëherë më parë, citon Brightside. Para se të lëshoni lavatriçen në punë, hidhni gjysmë filxhani uthull në rroba. Kështu do të forconi efektin e detergjentit të zakonshëm dhe do të parandaloni zhdukjen e ngjyrave. Në vend të ndonjë zbardhuesi tjetër, në vendin ku hidhni detergjentin, vendosni edhe pak uthull modhe. Uthulla ka efektin e njëjtë, por është më e butë dhe më e përshtatshme për mjedisin. Uthulla do të largojë gjithashtu djersitjen dhe njollat e deodorantit në rrobat e bardha, dhe gjithashtu do të freskojë edhe ngjyrën tuaj. Për shkak të ndjeshmërisë së lëkurës dhe rreziqeve të mundshme, shumë njerëz kanë filluar të shmangin zbardhuesit dhe kimikatet e tjera të ashpra që gjenden në zbardhuesit e rrobave. Por është të mundur të hiqni njollat dhe të shkëlqeni rrobat përsëri pa përdorur edhe produkte të shtrenjta ose produkte të cilët ndikojnë keq në shëndetin tuaj. Ekzistojnë disa zbardhues natyral të rrobave që do t'i bëjnë ato të duken të freskëta, më të ndritshme, si në ditën e parë që i keni bler. Disa prej tyre do t'i rendisim në këtë video sipas Brightside. Larja e rrobave me limon. Mbushni ligenin tuaj me ujë të nxehtë me 1 deri në 2 limona të prerë në rriska. Hidhini rrobat dhe e lini të zhytura në ujë për 1 deri në 2 orë. Më pas i fusni në lavatriçe për t'i larë me një cikël normal. Nëse rrobat tuaja kanë nevojë për një shkëlqim më të madh, zjeni ujin më parë, shtoni limonin dhe rrobat, pastaj i lini që të rinë brenda saj gjatë gjithë natës dhe më pas bëni larjen e zakonshme. Por si të zbardhni rrobat me uthull modhe? Jo vetëm që uthulla e bardhë e distiluar ndriçon rrobat e bardha, por gjithashtu zbut pluhurën dhe heq aromat e mykut. Gjatë ciklit i fundit të shplarjes, thjesht hidhni 1/4 e filxhanit të uthullës në lavatriçe. Për rrobat që duan pak më shumë vëmendje, zhytini ato disa orë në një legen plot me ujë të ngrohtë dhe 1 filxhan uthull të bardhë. Si të zbardhni rrobat me peroksid hidrogjeni? Jo vetëm që ky element është i shkëlqyer për dezinfektimin e prerjeve të lehta, por gjithashtu është i mahnitshëm edhe për zbardhjen e rrobave. Kur të vini në punë lavatriçen, shtoni gjysmë filxhani peroksid hidrogjeni 3% direkt në detergjent dhe lini që lavatriçja të punojë si zakonisht. Si t'i bëni rrobat e bardha më të bardha me sodë buke? Soda mund të përdoret për të eliminuar në mënyrë të sigurt njollat e ujit të fortë, aromat e frigoriferit, madje dhe të ndriçojë rrobat e bardha. Për të larë rrobat të bardha me sodë buke, ndizeni lavatriçen, vendosni gjysmë filxhani sodë buke në ujë derisa të tretet. Hidheni në lavatriçe dhe vendoseni në punë normalisht. Për një ngarkesë më të madhe të rrobave, rekomandohet përdorimi 1 filxhani të plot me sodë buke. Lani rrobat e bardha me detergjent natyral të rrobave. Detergjentët e ashpër dhe zbardhuesit do të shkaktojnë edhe një problem me shkatrimin e materialeve të forta. Zgjatni jetën e garderobës dhe linjave shtëpiake me një formulë më të butë, por jo më pak efektive të rrobave, duke bërë gjithashtu edhe detergjent sa më natyral në kushte shtëpie. Larja e rrobave në lavatriçe nuk është gjithmonë e përkryer. Shpesh rezulton që detergjentët jo të duhur dhe proceset jo korrekte të larjes të ngjyrosin rrobat tuaja. Por ndodh edhe kur gabimisht vendosni një rrobë jo të përshtatshme me ngjyrat në ato me ngjyra më të hapura. Por në këtë video do ju tregojmë disa mënyra se si t'i thoni lam të mirë këtij shqetësimi. Kur rrobat e bardha bëhen roz, zhytini në zbardhues me ujë në raportin 1:10. Shikoni çdo 15 minuta dhe hiqeni kur të bëhen të bardha. 90 minuta janë më se të mjaftueshme. Më pas i lani si zakonisht në lavatriçe.
kur rrobat kanë mbetur në lavatriçe për 24 orë. Lajini përsëri me një filxhan uthull të bardhë pa detergjent për të hequr aromën e lagështirës nga rrobat tuaja. Peshqirët që nuk fshinë mirë. Kur t'i lani peshqirët disa herë me radhë, hidhni në një çerek filxhani uthull të bardhë në procesin e shpëlarjes dhe mos vendosni zbutës në të ardhmen, pasi kështu do të shkurtoni edhe jetëgjatësinë e peshqirëve tuaj. Të gjithë kemi në dollapin ton rroba të bardha që i kemi blerë për të veshur në takime ose gjatë ditëve të verës, por me kalimin e kohës ato kanë filluar të marrin një nuancë pak të verdhë. Nëse nuk dini se si t'i ktheni në gjendjen e tyre fillestare pa përdorur kimikate të forta, ju ftojmë të dëgjoni këtë video deri në fund që të arrini rezultatet e përkryera. Zhytini në ujë me lëng limoni. Lëngu i limonit është një zbardhues i shkëlqyer që mund t'japë rrobave tuaja bardhësi dhe shkëlqim, dhe nuk rrezikoni t'i zbardhni më shumë se sa duhet. Përzieni gjysmë filxhani me lëng limoni në një legen me ujë të nxehtë. I përzieni mirë dhe zhysni rrobat në të për 1 orë dhe i lini gjatë gjithë natës. Më pas, nxjerrini rrobat nga përzierja dhe i fusni në lavatriçe për t'i larë sipër erë. Lëngu i limonit mund të përdoret gjithashtu për të hequr njollat e ndryshkut nga veshjet tuaja. Vendosni lëng limoni mbi njollat e ndryshkut dhe spërkatni pak krem tartari mbi lëng. Fërkojeni solucionin mbi njolla dhe e lini të qëndrojë për 30 minuta. Njollat do të zhduken, më pas i bëni ato një larje normale dhe kështu do të keni edhe rezultate të duhura. Ngjyrat e bardha zakonisht mund të dëbojnë rrezet e djedhit dhe preferohet që të vishen më shpesh gjatë stinës së verës. Pluhurat e lehta, linoja ose pambuku preferohen më së shumti, por si një mendje nuk është tjetra, prandaj mund të bëni defekte me pastrimin e rrobave tuaja. Sekreti i rrobave të bardha nuk qëndron te pluhuri i larës, por te përbërësit e mëposhtëm natyral. Shtoni lëng limoni në larjen e rrobave me dorë. Duke shtuar një gjysmë filxhani lëng limoni në ujin e nxehtë, ju do të arrini të keni rroba të përsosura përsosmërisht të bardha. E mira është që t'i lini për disa orë dhe më pas t'i shpërlani dhe t'i thani në diell. Shtoni uthull të bardhë në lavatriçe. Thjesht në një filxhan uthull të bardhë e hidhni në lavatriçe. Uthull e bardhë e distiluar në ciklin e shpëlarjes së rrobave tuaja do t'i bëjë ato që të shkëlqejnë më shumë. Keni kujdes që në lavatriçe të keni vetëm rroba në ngjyrë të bardhë. Soda e bukës. Kjo metodë aplikohet përpara se rrobat të lahen në makinën larëse. Në një legen hidhni ujë mjaftueshëm sa për të mbuluar rrobat e bardha dhe shtoni sodë buke. I lini rrobat për disa orë dhe më pas lajini ato në lavatriçe. Përdorni peroksid hidrogjeni. Peroksidi i hidrogjenit ka aftësinë të heqë njolla të ndryshme nga rrobat e bardha si asnjë detergjent tjetër. Shtoni një gotë peroksid hidrogjeni në larjen e fundit dhe nuk do të keni nevojë për asgjë tjetër. Rezultatet e tilla do të jenë më të shpejta dhe rrobat do të jenë më të mira. Të lashë rrobat e bardha është gjëja më e thjeshtë që mund të bëni. Nuk është vetëm nevoja të ndash ngjyrat, është shumë e thjeshtë për t'i mbledhur, e dini që mund t'i përdorësh edhe në ujin e nxehtë mbi to, por të hedhësh edhe pak zbardhues për t'i larë ato super të bardha. Mund të duket e thjeshtë, në fakt nuk është edhe aq. Ka diçka që është e vërtet që mund të dëmtojë rrobat tuaja. Është një gabim i përbashkët që e bëjnë të gjithë gratë, por është tërësisht në dëmin e tyre. Në kundërshtim me atë që njerëzit besojnë, përdorimi i zbardhuesit në rrobat e bardha, në vend që t'i zbardhni ato dhe t'u jepni shkëlqim, do të dëmtoni rrobën tuaj. Madje mund të shkaktojë edhe një lloj venitje të bardhës suaj, duke e bërë që ajo të humbas shkëlqimin dhe gjithashtu të mos duket si në ditën e parë që e keni blerë. Prandaj tregohuni më të vëmendshëm në këto aspekte dhe zgjidhni mënyra të tjera alternative. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë besimet ose atë që ju keni zgjedhur për të bërë edhe larjen e rrobave tuaja. Informacionet në këtë video kanë për qëllim vetëm informimin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen edhe miqtë e tu.